Reality show Ferma VIP vazhdon të jetë një nga spektaklet më të ndjekura dhe më të komentuara në Shqipëri, duke sjellë çdo ditë emocione, debate dhe surpriza që mbajnë publikun të mbërthyer pas ekranin. Një nga arsyet kryesore të këtij suksesi janë pikërisht banorët, të cilët me karakteret dhe historitë e tyre krijojnë një dinamikë shumë të fortë brenda fermës. Ndër figurat më të përfolura është Hakili, i cili sjell humor dhe atmosferë pozitive në çdo moment. Me stilin e tij spontan dhe batutat e shpejta, ai arrin të zbusë tensionet dhe të krijojë momente argëtuese që publiku i pëlqen shumë. Prania e tij është një frymë e lehtë në një ambient ku shpesh tensionet janë të pranishme. Një tjetër emër shumë i dashur për publikun është Soni Malaj, një artiste e madhe që prej vitesh ka fituar zemrat e shqiptarëve. Brenda fermës, ajo nuk sjell vetëm elegancë dhe eksperiencë, por edhe një qetësi dhe maturi që shpesh e vendosin në qendër të respektit të banorëve të tjerë. Ajo di si të ruajë balancën mes lojës dhe dinjitetit personal. Po ashtu, një figurë interesante është Mimoza Muhameti, e cila sjell një dimension krejt tjetër në spektakël. Me ndjeshmërinë dhe botën e saj artistike, ajo shpesh krijon momente reflektimi dhe thellësie, duke e bërë fermën jo vetëm vend konfliktesh, por edhe një hapësirë emocionesh të sinqerta. Një tjetër emër që ka tërhequr vëmendjen është Indri Shiroka, i njohur